Epizodin e tretë të shpateve u asjellim në Isnis të Deçanit, një ndër fshatrat më të mëdha të kësaj komune dhe jo vetëm, por edhe të krejt Kosovës. Përmes stories në vazhdim keni me i parë rrëfimet, bashkëbisedimet që do të bëjmë mes fshatarëve dhe bukuritë e mëdha që i ofron ky fshat. Çka karakterizon fillimisht katunin e juaj, Isnishin këtu? Fshati Isnis është një fshat që ka burime të lashta, edhe që karakterizon kultura, tradita, zakonet dhe burnia e burrave të fshatit Isnis. Kena fshat që kena kulla të lashta, është njëna prej tyre është kulla Ozdaotëve, që kanë bajt... Jo këtu, ofër. Ofër, këtu pranë, që kanë bajt kulturë, traditë, edhe që është presin në kone dhe Isa Buletini ka qenë këtu. Që thuhet që ka dhe përjarën për këti fshati Isa Buletini. Dhe me thonë që është fshat që ka lind heroj, trima, luftar, ka dëshmorë gjatë luftës fundit, ka veteranë shumë, edhe që ka ndonë kontribut për fshatin tonë. Po fshati që na bën krenarë që në fshatit Isnis, po është edhe që në mbajmë krenari që në Isnisit. Sa vjet i ti? Unë jam 21 vjeçar. 21 vjeçar. A menon a kemi ose ka shku ndërmend me u largu për këtu? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Unë pasur edhe oferta edhe sane. Por me dol jashtë? Po jo, nuk më ndaj me lom fshatit. Kam këto familje, një më thëmë 1 milion të krenarë që jam këtë Me çka mirri kryesisht sport, po më intereson jo si familje, me çka merri pastaj katunin përgjithësi? Kryesisht nga si familje, unë për veti punoj. Familja jeme ka qenë përpara qështu me bujqësi, si krejt fshatar. Po jena merrem punë kështu të tëra. Fshati Isnis merren shumica janë direktor, bujq, janë punëtor, janë njerëz që janë mirëkpritësa. Sallin kryesor kanë mirëkpritjen. Po të na vjen musafiri kanë qef me nderu me mirëkprit. E përmene që ka shumë burra, a kanë met në kohën e thotë tamon burra kështu. Nashta krejt për ty në jo, po. Veç alja ka burra se të mirëpresin atë nërë. Po më duket në Deçan këtu ka më shumë burra. Prej qyteteve tjera. Thuhet që jena pak ma burra si qytetet tjera. Se tjera, edhe se pe janë. Paj, në po mundë me bua si ndasinava, po den po është puna se... Jeni këgja burra, halo nuk e keni lëshuat? Mahem. Mohi. Po më shumë burra tigra. Dhe për tigra tash s'po di qa me thonë, tigra kena fletë. Okej. Po më intereson, a ka në mes fshatorëve këtë ngatresa ose ndër vite, e dim që ka pas, po tash s'fundmi, viteve të fundit, a ka ngatresa mes njerëzve këtu? Në këtë fshat ma shumë jena si vllazën. Si vllazën? Do me thonë, mundet me ndodhë se vlla me vlla, për ishet është që ka thonë ai varë e mshelme. Do me thonë mundet me ndodhë, po është punë që kryet me në 5 minuta, pse nga vllazën e vjeti. Krejt jena për 3 vllazë, kena një priardhje, kena një gjak, edhe jena një familje fshatis. Që kam bën përshtypje është pse muret e shtëpisë keni çka shnolta? A për shkak xhelozisë ndaj grave, ku është problemi? Vallaj me të... Se thuhet që me demek për shkak xhelozisë. A ekziston ky fakt enda? Pa jo, se për shembull që të muret që për ishte këtë ndjoja, po dhe... Po gjësie, po me dhe na për e keme vizitum, tash. Tash pak kukon xhelozia, pak kukon kohat ma të përpara që shumë konë, se tash për shembull për i bënë ma modernuet, me herë ka kështë. Qka mund është diçka tjetër me na full rreth katundit? Krejt që mëjmë jo thonin të mirësardhën gjithmonë fshatin Isnis, jo mirë presim, edhe faleminderit që këtë edhe vizitu këtë. A mendon që është ndër fshatrat ma të mirë, ma të pastërt, ma të bukur, ma mikpritëse se ndër Kosovë? Mendimi jam për vendin tam gjithmonë është ashtu. Është njëri prej fshata më të madh që thuhet që në Kosovë. Ka pasuritë natyrore që i ka 5 bjesh, që i përkrasin bjeshve të nemna, e cila është midis Shevci, Roshkodoli, Zlonjopoja, Plesja dhe Bellaja. Ka pasurinë natyrore të mjaftueshme. Asmuasti, o se
Ajo që ka po më bën më shumë t'i përshtypje në Katund është që pothuajse në çdo pjesë të Katundit ka qeshme, ka mujnë me u shërby këtu fshatarët edhe me u fresku sidomos gjatë sezonit së verës. Dajte më të më gërë. Po dhe? E gojdhëna thonë që pikërisht Isa Boletini është nga ky fshat. Ton problem ko ka me përthëku, mëre? Këtu jemi në lisin më të madh ndoshta që e poshë për herë të parë, përveç i madh kështu edhe i gjerë. Këtu pra është në mes të Katundit edhe është nga viti 1968, diku 57 vjet, po i bie, edhe ky qenë ka dhe i mbrojtur me leq. E një karakteristik tjetër e këtij fshati është që pas vitit 1999, ky fshat është njohur po ashtu edhe me emrin e dytë si Isnik. Jemi duke u ngjit nalt në një nga kullat më të mëdha këtu të Çanit. Kjo prej rrëfime këtu të fshatarëve. Kulla Ozdautit, pra, siç njihet edhe sipas këtyre kjo është edhe e mbrojtje me ligj nga UNESCO, edhe tash po ngjitemi lart tek Oda e Burrave. Tash të po him tek Oda e Burrave, kjo është ndonjë pronë private brenda shtëpisë së fshatarit të. Qëto ka pas miq. Qëto ka pas miq. Kë? Po, qëto ka pas babgjush. Që kjo është Ozdauti. Që kjo. Qëto ka pas bab. Po. Ton i ka pushkatuar shkalla. Ton i kanë përmenduar që tu i kanë. I kanë vorët jenë mana tona, i kanë si i ka pushkatu, i kanë zonë, shkallë i ka pushkatuar. E që ky floki s'ka pas vonë, po këta po, këta kanë pas, po. Çka karakterizon edhe një herë, ti the që jo me 6 faqe këtu. Çka mon men prej që ke lind këtu, në Isnik? Ti që ku lind në Isnik mojnë na domethënë që të falë mas pale. A këtë detalet thash se nuk me një adil më. E se së më ka rafa. A që i kom një pleshte që të folë të bisedu, të më dëgju ka hatin. Unë e përmenda që kulla është e mbrojtje edhe me leq prej UNESCO-s, po sa ka vizitor këto për shembull që mundesh me e pas e ti ishe këto ofër o bërë ishe ofër kësaj. Për para ka pas, a vizitore ka shumë nuk ka fat. A për këto se jap ma raka. Për para ka pas. Ka pas me pagesë. Ja, pa pagesë. Edhe pse kalojnë këtu në Bartonin, pra atë pengon kjo? As një pi. Edhe nuk e ke pas hiq me pagesë, as nuk ke shku ndërmend. Çka e karakterizon përgjithësi fshatin me atë sa mbon mend ti, përveç mikpritjes, diçka tjetër, çka keni të veçantë? Për shembull prej fshatnave të tjerë.
Më duket njëri. Me çka miri ma shumë jo si fshatar këtu, bujqësi, blegtari. Marrë me bujqësie, me tani ato më thonë me ara, me sketa, me lakë, me veçka i një herë po ma pak. Tash s'punohet tu kam betësi. Punohet, po jo, që ka punuar, ara nuk punohet. Thuhet që pak këto njerëzit, sidomos burrat, janë ka pak edhe xheluza, edhe për atë arsye edhe në muret e shtëpive i kanë pak të nolta. Ose cila është një arsye që kam... Ka këtu Ja, nuk e di. S'po. Ja, tu gjelëzin ka të tomi nuk ka. Nuk ka. Për shembull me mshef na ja. S'ka. Atëherë cila është një arsye pro që muret e shtëpive në përgjithësi janë... Po, Tani kanë lënë çashtë, si kanë prek. Po. A mendon se vërtet halo ka burra në ditë sudit, se... Ka duhet të bëj. Ka. Po thuhet prej grove që pak ka burra kanë met. Fjalë më të. Fjallë. Fjalë. Po, a? po, dhe e kemi shfrytzu këto për shembull, se piktuit e sheh, krejt e sheh. Krejt komplet pomin, ali. Komplet krejt e sheh gati dejte ura atje. Dejte, i thojmë na, dejte ura azive sheh. Po, shumë pak kanë guxu shkijet me hi këtu. Shumë pak kanë guxu, ja, nuk i kem leju se ka pas rojet në roja. Njerëz në rova në kësishe, s'kemi lëshush seb me hi në ato, ja. E nga mulliri i vjetër i Rustem Metës, ne ju falenderojmë shumë që qëndruat me ne për të këta minuta, e bashk lëm takim në epizodat e radhës. E me u e shkina të netë